Edhe një përshëndetje për të gjithë, jam me Elionën edhe sot kena me fillu orën e parë me bon, kena me fillu për i startit, për ndryshe Eliona për herë të parë për vëzit kjerën tem. Qka do të me bon Elion mas pari, në orën e parë janë 5 minutat më i ligjërata, për pregaditje për më nisë, ose për më vëzit. Fillemi se të hëshme një herë, do të me regullu pulsen. Hajde, që që regullu pulsen. Nëse dojna me ofru, që të Elion, amadore. Edhe afrohesh pak ma afër. Sa duhet me ditë na që jena afru, por deri sa koma majt, që të komën e majt të friksioni, në shtëpe, hajde, shtëpe dhe në fund, apo prej këthemrë në tokë. Jo. Mirë, hajde afrej edhe pak ma afër. Mirë, që tash? Tash. Hajde proveje. Themrë apo prej në tokë? Po. Sepse duhet me pas një stabilitet koma. Mirë, edhe në qësh, Po e di. po, është për me në regullu shpinën se sa na dëshirojna. Mirë. Edhe e ka qëto një pjesë, Elion, ma jep dorën, qëtë. Hajde, që ato nëse dënë, ngrehe nalt, ullë prap poshtë, ngrehe prap nalt, nëse dënë përzo shamu me qu, po, me qu korrikën për me pas një pomje pak majtë. Okej, po. Momentin që kena regullu korrikën, që mu nuk më pëlqen që e ke regullu, sepse shpinën fort e ke afru apër, hajde kështë pak më mbrapa. Mirë, pështetë shtash? Mirë, it's okay. Në mund të tashin, okay. Tash do të me regullu pasqyren. Për me regullu pasqyren, fillimisht doreza do të më të vrejnë që të qash. Doreza dhe e së parë do të më të vrejnë që të qoshin qëtë. A për vrejnë që dorez qatë pjesë? Jo. Jo, e te pasqyren tjetër? Po, ato po. Mirë, atëherë për me regullu dorezën, do të kena, më falë pasqyren, do të kena pasqyren e djatha po, e qesëm këto të reja ose rajt. Po, edhe e ullum poshtë, ose nalt, ose onën e djathë, ose onën e majtë. Hajde tash në pëllaj e vetë. Mirë, i kena regullu pasqyret, jena përgatit për nisje, e në gjesëm shëritën që të veqe pas në gjitë, dhe lidhën do të për me konë atë sikur në pasiti. Mirë, tash, une për momentin e konflikë. Pasi kena kryjt e gjitha pregaditjet, filluna do të të me ndrus të shpejtësive. Fillimisht ma e dorën, që kjo pjesa ku është me zdru, është pjesa neutrale. Sartë që na kena punë me që të ndona me ndru shpejtësien, duhet me ndryt edhe friksionin atje, ose lidhësën. Hajtë ndredhe, shkën shpejt, dërsa ku lëshohet nga dalë. Hajtë lëshoj komën nga dalë, kena me mësu edhe me bo dhe nisjen e kjerës shumë nga dalë. Apo e kitë jatë. Kur do na me ndryt, e ndrytëm shpejt, nërso e lëshojna nga dalë. Tash, për diri sa kena ndryt, na kena të drejtën për në mështarë. Fillimisht tash që ke punë që është neutral. Për me qitë paren, hajde, e ngrej, edhe në pirë. Edhe lëshojna për të shamu nga dalë. Edhe levizim, vazhdojna me leviz, vazhdojna, deri sa në këto gjatë rrugës të spjegoj, për deri sa e vrejna shpejtësin e levizës atje. Ka orë për zoshamu në mbi 15-20, e shtypëm prap, edhe përvrejnë, vetëm një tërheqen nga ti, edhe vinat e poshtë. Edhe vendosëm dytën. Pra vazhdo nga njëjtë, dona me vendos të rejten, vish vreje. Qetë pjesë, kut nalet, vish e shtym lartë. Vendosë të rejten. E njëjta, vjen edhe të katërtën. Tash, ku është problemi që të qe, për zoshamu të kandidat, problemi maj madhe është që i kap stresi kur vëzitin manual edhe shkojnë shtrënguin qëta. Ose për zoshamull, hajde me vendos pëjtë parës dyten, e kapin e ngrehin shumë shpejt. Edhe nuk mund me gjetë pjesën neutrale. Dëgja, vreje që tash. A vrejte ku ke neutrali? Jo. Hajde, provën e dytë, dëgjaj që tash. A pishe, vetë jo. E gjo neutrali. Më thonë, nëse shkuna në mënyrë të qetë, edhe pas stres, e kena shumë malet. Edhe nuk muna me gabu. Por, na tash jena në fillim, edhe momentin që ty dash me vendos të parën e vendosëm të rejten, na shyme të kjeri, edhe me njerë, ja, nuk po di me vozit. Dhe kitë jallë, mas pari duhet me qëtësu. Prej një gabimit muna me kalu me gabimet e tjera të cilat mund me na kushtu. Kështu që vish qetë, pa frikë, pa stres. Hajte pezo shambull, që është që tje. Cëllën e vendosa? Parën? Mirë, hajde. Të drejten. Bravo. Katërten? Bravo.
Dytën. Hajde vendosëm të parën. Mhm. A vendosa të parën? Po. Hajde. Stash? Tretën. Stash? Katërtën. Mirë. A për gjithë kjo? Po. Do thotë ndryrimin e shpejtësive. Hajde tash vetë, vendosë të tretën. Bravo. Hajde dytën. Hajde të tretën. Qetë. Tretën. Neutral. Hajde të tretën. Hajde të parën. Bravo. A me kuptan dhe më Po. thonë qysh shkën, qysh funksionon në rrugë si shpejtësive. Mhm. Më vish me shku mënyrë të qetë. Por tash, ku dolëm, kime vrejtja dhe vetë, kam e të kopë stresi kur fillu në nervozitje. Edhe kime kopë shumë shpejt kime njëri, edhe kime bo një gabim të tillë. Okej. Tash e kina neutral, apo? Mhm. Hajde për dhezëm makinën, hajde dhe dhe. Mirë. Tash, për me fillu me lëviz, duhet të parën. Mirë. Shumë nga dalë. Une e kam pedalin, hajde dhe ti bashkë. Hajde shtype pedalin, shtype. Jo gaz, nuk kena punë me gaz. Komplet komën e djatë largoje për momentin. Okej. Sa është ora parë. Hajde vetëm friksionin, komën e majtë. Për momentin kena punë me komën e majtë. Ndrë dhe deri në fund, shtype, hajde. Mirë. Tash, mirë, e kemi të parën. Çojnë nga dalë. Edhe vrej, shumë nga dalë. Edhe pak. A për vrejnë të farëzhurme, filloj me lëviz. Vish, jo, e ki komën në. Dhe që, në prapë në ola. Mos u gut me ki komën. Deri sot thamë une. Shej shumë nga dalë. Shumë nga dalë. A ka fillu me lëviz, e mojna komën pak një pauzë, eci një 5-6 metra kiri, unalë që kjo farë dridhja e kirit, tani muna me lëshu pëzo shamull komplet. A për këtë janë, gjithmonë të që kjo pjesa, gjanja që të pjesën e mesit ku po fillon me lëviz kiri. Në momentin ku në fillon me lëviz kiri, e mojna një pauzë të shkurt 1 sekundë, 2 sekunda, pas ta e lirujnë krejt. A e kuptuve? Mirë, unë s'ta shka me tanal, po, hajde shtype, unë e tanala, hajde katale. Veti të njës, qështë. Unë ale drina, ta shë lirën komë. A për kitë kjo, nëse ti nuk e gjonë që të pauzë, e ki problem, kur me njësë kjerën, gjithë mund këmë të fi. A për kitë kjo, pauzën të të me gjithë. Friksioni nuk është i njëjtë të makinat. është i ndryshëm. Ka bo vakin, një kandidat, u mësu të unë me vozit, kër shku të shpia me vozit, ju ka shumë kjeri. Mund dë heq, edhe kër tha pro për tha një pytje, tha këmë vozit, apo qështu më ka shumë, Allah ili tha po më dimon, tha ti këto, tha qa është puna. Edhe i të regua, thash, ndryshën friksionit e kjeri. Qka do të tëtë? E provën një herë, ushim. E provën 2 herë, ushim. Në libra analizaje, e në me analizojnë për zonë shamull komën e majtë, friksionin. Ku po fillon qajo dridhja ose levizja e kjerit. A pe kitë janë. Qatu ku ka fillu levizja, e në pak një pauzë, ec, pas ta e lirujnë komën. Po më kuptan në liu? Mirë, hajde vazhdo. Mirë, 1, 2 ose 3 herë kena në ra. Pastaj kena më fillu tash me mësu ndaljen, edhe deri sa ta mësojna nisë ndaljen, na nuk dalën për poligonit. Hajde. Hajde ta shohëm se a është në gjendje e Liona me mësu nisë dhe ndaljen për një orë. Mirë. Shkona kthehum edhe fillona pastaj me ndalje, por mos fillon ti pa të treguar ne. Mirë, ina në shëritjen e djathtë. Mirë, tash, për me nal kjerin, shtype komën e majtë deri në fund, ose friksionin deri në fund, tash kur shtypet shpejt, hajde tash me fren, te mesit, hajde ashtë me fren, edhe nal. Kur duna me nis, tash të kondërten, e hi komën për franit, gjere po komën e djathtë të majtën nga dalje. Hajde shko të ju këthy. Tash me liru, nëse u heqa e zhurë. Po. Hajde.
A më nësh me ndalë tash vetë, hajde. Komën e mojt, fillimisht komën e mojt. Fillimisht deri në fund, shpejt. Hajde tash këto në ka dalë djastër.